Përshëndetje të gjithëve. Atëherë mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do flasim në lidhje me javën nga data 4 deri në datën 10 maj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali. Videot me tema për dashurin, por dhe videot e muajit maj, sepse aty përfshihet i gjithë muaji. Dhe fillojmë në lidhje me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve dhe shohim energjinë që do na vi. Në fillim të kësaj jave, ju shoh shumë të lumtur. Ju do ndjeni të lumtur në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Në rastin tjetër, me fëmijët tuaj, do keni sharm, do ndjeni shumë të gëzuar, por ndërkohë ju shoh që do keni dhe një shkëlqim. Për pjesën tjetër, ju mund të ndjeni të lumtur në lidhje me punën tuaj, me projekte, me bashkëpunime të ndryshme që do keni gjatë kësaj periudhe, dhe ju shoh që çliroheni nga një lodhje që keni pasur për një kohë të gjatë. Për pjesën e personave që mund të jenë në njohje ose në lidhje, ju shoh që do shkëmbeni gjatë gjithë kohës mesazhe me këtë person, SMS ose do jeni duke folur. Dhe ju shoh që dilni nga situata lodhje dhe stresi për një kohë të gjatë. Dhe jeni gati për të bërë një fillim të ri. Ndërsa në lidhje me pjesën e marrëdhënieve, dhe aty shohim që disa prej jush mund të keni kaluar lodhje me fëmijët tuaj, ndoshta për një kohë të gjatë, por ka ardhur momenti që ju të çliroheni. Kjo mund të ketë lidhje edhe në lidhje me anën ekonomike. Ju ndoshta keni investuar ose keni qenë duke dhënë gjatë gjithë kohës parat e fëmijët tuaj, ose i keni ndihmuar nga ana ekonomike. Gjithsesi, ka qenë një periudhë që ju keni kaluar, jeni ndjerë të lodhur, po keni ndjerë edhe një stres të madh për një kohë të gjatë, por shoh një çlirim, si në lodhjen edhe në lidhje me tensione të ndryshme ose stres që keni pasur. Për pjesën tjetër, mund të jeni duke mbyllur një projekt, një punë, një bashkëpunim për të filluar diçka tjetër. Dhe shoh që ju do ta filloni këtë. Ndërkohë, shoh që këtë gjë do ta bëni me shumë entuziazëm, do ndjeni shumë të lumtur në momentin që ju të mbyllni këto projekte, bashkëpunime ose një punë për të filluar diçka tjetër. Dhe shoh që keni mbyllje të situatave të vështira, por dhe fillime të reja. Dhe këtë mund ta merrni edhe në situata të ndryshme që ju mund të jeni. Atëherë kjo ishte për ju. Ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Demit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, por dhe videot e muajit maj, sepse shtrihet i gjithë muaji. Dhe shohim energjinë që do na vi për këtë javë. Dhe erdhi një energji shumë e bukur. Në lidhje me pjesën e beqarëve, shoh që mund të themi dhe energjitë ju keni të bëni me energjinë e shenjës gafores, shenjave të ujit, shenjave të ajrit, por dhe të ujit. Ju shoh që ju do të jepni drejtim situatave, do të jepni drejtim emocioneve tuaja. Për pjesën e beqarëve, ju shoh që ju do keni një njohje të re. Dhe shoh që është një person që vjen drejt jush. Ju ndoshta jeni duke flertuar me këtë person dhe ky person do të rriqet. Do jetë duke shprehur ato ndjenjat dhe emocionet që ka me ju. Dhe ju shoh që do shkoni diku, do shkoni në një vend të qetë, në një takim me këtë person. Ndërsa për lidhjet dhe marrëdhëniet, ju do të jepni drejtim familjes, çështjeve të ndryshme që keni me fëmijët tuaj, me shtëpinë tuaj. Dhe do keni lajme të mira nga fëmijët, por
që do t'ju gëzojnë dhe ju do ndjeni shumë mirë, por dhe lajmet mira të ndryshme që mund të keni në lidhje me shtëpinë ose me familjen tuaj. Dhe ju shoh që do lini mbrapa të gjitha vështirësitë për t'i dhënë një drejtim më të mirë situatave. Dhe në lidhje me punën tuaj, por dhe nga ana ekonomike, është një javë që në fillim të javës ju do merrni ato frenat në duar për t'i dhënë drejtim situatave ekonomike, por edhe në lidhje me punën. Dhe ju shoh me lajme shumë të mira dhe aty, dhe deri në fund të javës ju do t'jepni një drejtim më të qetë gjërave, do ndjeni më të qetë ose mund të shkoni edhe të pushoni një fundjavë. Ndërsa për pjesën tjetër mund të ketë lidhje me studimet, por mund të ketë lidhje edhe me pjesën e dokumentave, ku ju do keni lajme të mira gjatë kësaj periudhe, do ndjeni më të qetë, por do lini mbrapa dhe vështirësitë që mund të keni pasur në lidhje me fushat të ndryshme të jetës tuaj. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së binjakëve. Atëherë do shohim si do jetë java edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, por dhe videot e muajit maj, sepse aty përfshihet gjithë muaji. Dhe shohim energjinë. Që na vjen edhe për ju, dolën 2 letra dhe mua më duhet i lexoj. Atëherë, ju shoh ju mund të keni të bëni me energjitë shenjave të gafores, shenjë dashit, shenja akrepit, shenjat e tokës, por edhe shenjat e ajrit, që jeni dhe ju vetë. Atëherë, në fillim të kësaj jave, ju do të jepni drejtim situatave, do të jepni drejtim anës tuaj emocionale. Shoh që një person do marrë iniciativa për të ardhur drejt jush, për të futur në një njohje të re. Ju do të jepni drejtim në fillim të kësaj jave. Shoh që do pësoni një transformim shpirtëror, por do keni dhe një ndryshim shumë të madh. Ju do lini vështirësi që keni pasur në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Në rastin tjetër, ju mund të keni edhe një, ndoshta do mbyllni gjëra nga e kaluara që ju kanë krijuar vështirësi, dhe ju shoh që aty ju presin surpriza pafund. Jeni duke menduar shumë për anën tuaj ekonomike, por ndërkohë keni nevojë dhe të pushoni, të merrni një pushim për t'i dhënë drejtim situatave. Jeni duke menduar shumë seriozisht në lidhje me njohjet që keni, ose ju po mendoni seriozisht se si t'i jepni drejtim çështjeve që kanë të bëjnë me familjen, me shtëpinë, me fëmijët tuaj. Do merrni iniciativa, por do keni dhe kontrata të rëndësishme te vendi punës. Ju gjatë kësaj jave mund të tregoni dhe pak autoritar në lidhje me situata të ndryshme, por shoh që do keni ndryshime të mëdha, që mund të jenë një ndryshim te vendi punës, një ndryshim nga një shtet në një shtet tjetër, ndryshime në shtëpi, në familjen tuaj, ose ndryshime që mund të vinë te pjesa e dokumentave në lidhje me studime, me kurse të ndryshme. Gjithsesi, deri në fund të javës, ju shoh që mund të keni dhe mbështetjen e një personi. Mund të jetë një person që mund t'ju këshillojë në një rast. Në rastin tjetër, mund të jetë edhe një person që mund t'ju mbështesë nga ana ekonomike. Ju shoh shumë të lodhur në fund të javës. Gjithsesi, merrni një pushim dhe duhet keni pak kujdes në lidhje me shëndetin tuaj në fundin e javës, sepse gjithë kjo lodhje, këto ndryshime të mëdha që do vinë në jetën tuaj, ndoshta për ju do jetë pak e lodhshme kjo gjë dhe keni nevojë të pushoni, ndoshta një fundjavë, por edhe të kujdeseni shumë për shëndetin tuaj. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së gafores. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit.
Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit maj, sepse shtrihet I gjithë muaji aty, dhe shohim energjinë edhe për shenjën tuaj. Atëhere, keni të bëni me energjitë shenjave të zjarit, energjinë e shenjës së binjakëve, energjitë shenjave të tokës, energjitë shenjave të ajrit dhe të tokës. Ju shoh që do të jepni fund një lodhje që ka zgjatur për një kohë të gjatë. Dhe kjo ka lidhje me një dashuri, me një takim, me një person, ose në lidhje me njohjet, lidhjet që ju keni, por dhe marrëdhëniet, por do ndiheni në dilema. Ditën e 3 të 4 do ju shoh që ndiheni në dilema. Ju mund të jeni midis dy historive në një rast, mund të jeni midis punës dhe familjes tuaj dhe dëshironi që të vendosni një rregull për të rakorduar me punën dhe me familjen, por ju shoh edhe me vendime të rëndësishme gjatë kësaj jave në fund të javës. Gjithsesi, unë shoh që çliroheni nga situata që ju kanë lodhur deri në këto momente dhe që kanë zgjatur për një kohë të gjatë. Dhe mund të jenë lodhje në lidhje me histori dashurie, në marrëdhënie, në njohje që keni, por gjithsesi ju do harrini të bëni një fillim të ri dhe do keni një takim me një person, por do ndiheni në dilema. Në lidhje me marrëdhëniet, do çliroheni nga situata të ndryshme, do harrini të stabilizoni marrëdhëniet tuaja, por ju mund të jeni duke bërë edhe gjatë kësaj periudhe duke qenë edhe pak të ngarkuar, duke bërë dy gjëra njëkohësisht dhe dëshironi që të jepni kohën edhe marrëdhënieve tuaja. Dhe do merrni vendime të rëndësishme edhe në lidhje me marrëdhëniet. Ndërsa në lidhje me punën tuaj, mund të mbyllni një projekt, një bashkëpunim, ju mund të mbyllni një punë që ju ka lodhur deri në këto momente dhe të çliroheni, duke filluar diçka tjetër. Dhe ju shoh në partneritete. Mund të jetë partneritet në punë, bashkëpunime, por mund të jetë edhe partneritete në projekte tuaja të ndryshme që mund të keni, ose një person mund t'ju mbështesi në lidhje me një punë të re. Gjithsesi ju shoh që mund të jeni edhe midis dy punëve. Ndoshta ju dëshironi të filloni diçka tjetër, por pa lëshuar edhe atë punë që keni. Ose për një pjesë tjetër, edhe pse mbyllni projekte ose bashkëpunime nga e kaluara, mund të ndiheni në dilema me këtë partneritet ose bashkëpunim të ri. Gjithsesi, deri në fund të javës ju do merrni vendime në lidhje me çfarë do lloj situate të ndryshme që ju mund të keni. Për një pjesë prej ju shoh që ju do gjeni shpirtin tuaj binjak. Thjesht dilni nga këto dilema, merrni vendime për t'i dhënë zgjidhje kësaj situate. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së luanit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e email-it. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, por dhe videot me tema të ndryshme. Dhe shohim energjinë. Atëherë erdhi një energji shumë e bukur, ju shoh me qëllimet tuaja, në veten tuaj. Jemi te energji e zjarit që jeni dhe ju vetë, energji e shenjave të tokës, energji të shenjave të zjarit, por edhe të ujit. Ju do t'i vendosni qëllime vetes që në fillim të kësaj jave. Dhe mund t'i vendosni qëllime vetes në lidhje me një dashuri, me një njohje, në lidhje ose në marrëdhënie tuaja, sepse shoh që ju do jeni duke investuar gjatë kësaj jave për një pjesë prej jush në lidhje me një njohje të re që do vinë nëpërmjet rrjeteve sociale. Ju do keni një komunikim shumë të shpeshtë me këtë person. Dhe është një person që ka emocione për ju. Ndërsa në lidhje me lidhjet e marrëdhëniet tuaja, ju shoh përsëri me qëllime që ju të investoni më shumë për të pasur një komunikim më të mirë në marrëdhënie.
Por ndërkohë kjo ka lidhje edhe me fëmijët tuaj. Mund të keni dhe lajme të mira nga fëmijët që mund të komunikoni nëpërmjet internetit. Për disa të tjerë, ju dëshironi të shtoni të ardhurat tuaja, ndoshta duke bërë një punë të dytë, duke aplikuar nëpërmjet me email, nëpërmjet internetit, ju shoh që do keni lajme shumë të shpejta, por do veproni dhe shumë shpejt në lidhje me lajmet që do merrni. Disa prej jush do jenë në udhëtime, por ndërkohë mund të jeni edhe të lidhur me një punë që mund ta bëni online. Gjithsesi, shoh që keni lajme të mira, është një javë fantastike në lidhje me ju. Ju mund të investoni dhe në një punë, në një biznes, në një projekt, në një bashkëpunim. Mund të investoni te fëmijët tuaj gjatë kësaj jave, por ju shoh me qëllime të mira dhe shumë të vendosur në veten tuaj. Mund të keni dhe kontrata të ndryshme, por ju shoh edhe që ju do keni një komunikim shumë të mirë gjatë kësaj jave, por dhe lajme të mira. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Virgjëreshës. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit maj, sepse aty përfshihet gjithë muaji, por edhe videot me tema të ndryshme që janë postuar. Dhe vazhdojmë, shohim energjinë. Dhe kemi energji të shenjave të tokës që jeni ju vetë. Energji të shenjës së Gafores, energji të shenjave të ujit dhe të tokës përsëri. Ju shoh që po mendoni shumë seriozisht, dëshironi të futeni në një njohje të re, keni shumë emocione, por keni frikra emocionale brenda vetes. Diçka ju pengon, nuk ndjeni të sigurt. Edhe pse e mendoni shumë seriozisht këtë gjë. Ndoshta ju mund të jeni edhe në një njohje, në një lidhje me një person që mund të ndihet shumë i sigurt, ose ju jeni të sigurt, por diçka ju pengon në lidhje me lidhjet por dhe marrëdhëniet tuaja. Ndërkohë kjo për një pjesë prej jush mund të ketë bëjë në lidhje me fëmijët tuaj, ndoshta ju ndjeni frikra dhe pasiguri për fëmijët, por unë shoh që fëmijët ndjehen shumë mirë. Janë shumë mirë, ndjen shumë të qetë, gjërat I kanë mirë, por ndërkohë I shoh që mund të jenë edhe për një pjesë prej jush që fëmijët duan të largohen nga ju, ndjen të sigurt dhe kanë vetbesim, ndoshta për një shkëputje nga familja, dhe për të marrë ato përgjegjësitë e veta, por ju keni frikra në lidhje me këtë gjë. Gjithsesi, ju shoh që ju do t'i mbështesni nga ana ekonomike, ndërsa për një pjesë tjetër jeni duke menduar shumë fort në lidhje me punën tuaj, me anën ekonomike. Duhet keni kujdes, ose ju ndjeni pasiguri në lidhje me diçka, dhe pse ju shoh shumë, këtu ju shoh që mendoni seriozisht, por diçka ju pengon. Ose ju mund të keni dhe prapaskena gjatë kësaj jave, por gjithsesi shoh që ju do t'i kaloni sepse çliroheni nga këto situata, pasiguri, frikra emocionale, çliroheni, do ndjeni në një moment më të qetë gjatë kësaj jave dhe aty ju shoh me shumë vetbesim dhe të vendosur dhe të sigurt në lidhje me gjërat që ju dëshironi të bëni. Një pjesë prej jush mendoni shumë, jeni në një pozicion të favorshëm, pjesa tjetër mendon si të risi të ardhurat e veta, dhe në fund të javës ju shoh që do merrni dhe një shumë parash, dhe këto para që do merrni, do t'ju japin një lloj sigurie brenda vetes tuaj. Gjithsesi, është një javë fantastike, është një javë shumë e mirë, pavarësisht disa pasigurive ose paqartësi, gjëra që nuk I shikoni qartë, ose duhet keni kujdes nga një prapaskenë, por gjithsesi ju harrini të çliroheni nga çfarë do lloj gjëje. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal.